Situatën e krijuar nga dalja e shtratit të lumit Vjos, banorët e zonës e cilësojnë problematike. Për këta të fundit, lumi Vjos edhe herë të tjera ka dalë nga shtrati duke e krijuar përmbytje, ndërsa shpresojnë se këtë herë nuk do të ketë ripërsëritje të situatave alarmante. Ndërsa pranojnë se banesat e tyre ndodhen pranë shtratit të lumit e natyrisht që janë të friksuar duke marrë edhe masat paraprake. Banorët e zonës theksojnë se në vitin 1971 u regjistruan edhe përmbytjet më të mëdha në këtë zonë, duke shpresuar se nuk do të jetë e njëjta situatë si shumë vite më parë. Vetë ata theksojnë gjithsesi se ndjen të rrezikuar. Si situata? Si shikoni juve, ujtë plot, ande nuk dim gjëna të pelena, ata din gjë në më të sakt. Të pelena si. Radhën kjo është hera e dytë që del Vjosa. Po, ja, do shikojmë radhën e dytë ishte 8 pikë sa ishte, kështë kaq mbi atë nuk e di tani sa është aty poshtë nuk pash. Keni marrë masat e shtëpia juaj? Unë fakt, këtu në fillim e kam shtëpinë, po masat se besojt na vi se themi që jo, nuk do kemi përmbytje. Këto që shikojmë. 87 vjeç. Je banori? Kam lindur dhe rritur këtu në Ferras. Në Ferras janë ne? Ferras, po një Ferras është. Po. Kur ka dalë më shumë Vjosa? Vjosa ka dalë në vitin 1971. Iku gjithë shati. Dhe e zuri komplet. Edhe shtëpinë time që kisha të lartë, pak të lartë, hyri deri te pragu. Megjithatë keni dalë, keni frikë se do të përsëritet historia? Mund të përsëritet, atë natyrën nuk e ashtu dot, nuk e komandon dot. Por që edhe ajo që thua ti erdhi, po jo sa vënjeshin. Jo si 71, jo si 70. Erdhi, po jo si 70. Si duhet, ka dalë nga zona juaj ande si duket këtë vit? Këtë vit erdhi këtë radhë para kësaja, po jo, nuk zori gjë. Lumi Vjos ka dalë tashmë nga shtrati në zonën e pazarit të vjetër, ndërsa janë rreth 14 banesa në afërsi të shtratit që rrezikojnë nga përmbytjet.